Gjykata e posaçme ka dënuar me 6 vite burg ish-zëvendësministrin e Shëndetësisë Klodian Rjepaj në kuadër të hetimeve për koncesionin e sterilizimit. Rjepaj u shpall fajtor për veprat penale, vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe falsifikim. Megjithatë, për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i tij ulet në 4 vite burg. Në të njëjtën çështje, gjykata dënoi me 6 vite burg edhe biznesmenin Ilir Rapaj. Edhe për të është aplikuar gjykimi i shkurtuar duke bërë që dënimi përfundimtar të jetë 4 vite burg. Të dy u hetuan dhe gjykuan në kuadër të dosjes së njohur si sterilizimi, një nga çështjet më të rëndësishme të trajtuara nga SPAK në lidhje me koncesionet në sektorin e shëndetësisë. Rjepaj dhe Rapaj janë shpallur të pafajshëm për akuzën grupi strukturuar kriminal. Sa i përket Marcela Seiranajt, gjykata e ka dënuar me 3 vite e 6 muaj burg, me uljen e dënimit për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar. Dënimi i saj është reduktuar në 2 vite e 4 muaj burg. Gjykata vendosi gjithashtu lirimin e saj nga masa e sigurisë arrest shtëpie. Ndërkohë, për të pandeurin Sajmir Kadiu i akuzuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim, gjykata vendosi dënimin me 3 vite e 6 muaj burg. Pas uljes me 1/3 dënimi përfundimtar është 2 vite e 4 muaj burg. Kadiu lirohet nga arresti shtëpiak pasi masa e paraburgimit e tij kalon kohëzgjatjen e dënimit. Petref Mersini është dënuar me 3 vite e 6 muaj burg, që pas uljes për shkak të gjykimit të shkurtuar reduktohet në 2 vite e 4 muaj. Gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe vendosjen e tij në shërbim prove për një periudhë 24 mujore. Edhe Arben Gjata është dënuar me 3 vite e 6 muaj burg, që pas uljes shkon në 2 vite e 4 muaj. Për të gjykata vendosi pezullimin e dënimit edhe vendosi në shërbim prove për 24 muaj. Për Gent Brazerin, gjykata vendosi dënimin me 1 vite e 6 muaj burg, që pas uljes reduktohet në 1 vit, ai nuk do të vuajë burg, por do të kryej punë në interes publik. Ndërsa Naila Ayazi u dënua me 1 vit e 6 muaj burg, që pas uljes u reduktua në 1 vit, gjykata vendosi pezullimin e dënimit dhe vendosjen e saj në shërbim prove për një periudhë 2 vjeçare. Kujtojmë se në qershor të vitit 2025, SPAK kërkoi dënimin me nga 10 vite burg për ish-zëvendësministrin e Shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj, por pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar, dënimi zbriti në 6 vite e 8 muaj burg. Gjithashtu SPAK kërkoi dënimin me 3 vite e 6 muaj burg për 3 ish-zyrtar, Marcela Seiranaj, Sajmir Kadiu dhe Petref Mersini. Në bazë të gjykimit të shkurtuar, dënimet për Seiranajn dhe Kadiun pritet konvertohen në 2 vite e 4 muaj burg, ndërsa për Mersini në 4 vite shërbim prove. Vlen të theksohet se gjatë seancës së fundit një prej të pandeurve, ish drejtori ekonomik në Ministrinë e Shëndetësisë Sajmir Kadiu shpreh se ka kaluar tashmë 3 vite në masën e sigurisë arrest shtëpie. Ai theksoi se kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga koha që prokurori ka kërkuar si dënim duke e cilësuar masën si jo proporcionale. Kadiu shtoi se është ankuar në gjykatën e apelit dhe në gjykatën e lartë, ndërsa ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj po gjykohet veçmas me procedurë të zakonshme jashtë kësaj pjese të dosjes që u mbyll sot shqyrtimi. Dosja e sterilizimi është një nga çështjet më të ndjekura të drejtësisë në Shqipëri, duke përfshirë akuza për korrupsion, shpërdorim detyre dhe formim grupi të strukturuar kriminal lidhur me kontratën koncesionare të vitit 2015.